Sot ky shesh nuk është thjesht një vend takimi. Ky shesh është vija jonë e fundit e mbrojtjes. Kemi 13 vite që shohim se si ky pushtet na ka marrë shpresën. Ka dëbuar rinin shqiptare dhe na kalon pa bukën e gojës. Kemi 13 vite që i lejojmë të sillet si pronari i këtij vendi, ndërkohë që të zotët e shtëpisë jemi ne. Por sot durimi ka vdekur. Ne jemi këtu për dinjitetin ton. Unë do t'ju kërkoja atë që kemi refuzuar të bëjmë për një dekadë të tërë. Të qëndrojmë. Të mos shpërndahemi. Nuk ka kthim pas. Nuk ka do të shohim. Nga ky shesh nuk lëviz askush derisa ky njeri që na ka mbytur të jap dorëheqjen. Ai pret që ne të lodhemi, që të ftohemi. Ai pret që ne t'i kthehemi rutinën sonë të përditshme. Rutinën sonë të mjerimit. Por me këtë qëndres ne i tregojmë se rutina jonë e re është këtu dhe vetëm këtu. Në këtë shesh, derisa ta shohim atë të dorëzohet. Ky është momenti kur ne të marrim fatin tonë në dorë. Kush e do Shqipërinë, kush e do të ardhmen e fëmijëve të vet, të mbetet këtu. Nuk ka më vakt për fjalë bukura. Qëndroni, mos u shpërndani deri në fund, derisa të jap dorëheqjen. Dorëheqje! 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 Faleminderit. Hey, patronazista, you can take the pizza. Hey, ja ku e kemi. Ju falenderoj që të gjithve. Rezistencë! Posh patronazistët! Posh patronazistët! Posh patronazistët! Në dua shumë që të gjithve.
Thank you.